Në kuadër të javës së internetit të sigurt dhe me rastin e ditës së fundit të kësaj jave ndërgjegjësuese, Policia e Shtetit nëpërmjet Drejtorisë së Hetimit të Krimit Kibernetik ka përcjell një apel të rëndësishëm për të miturit, prindërit dhe kujdestarët. Nga të dhënat e përfituara nëpërmjet bashkëpunimit me National Center for Missing Exploited Children, qendra kombëtare për fëmijët e zhdukur dhe shfrytzuar, një organizatë amerikane që bashkëpunon me agjencitë ligjzbatuese në mbar botën për identifikimin dhe raportimin e materialeve me përmbajtje të shfrytëzimit seksual të miturve në internet, rezulton një rritje shqetësuese e rasteve të raportuara. Vetëm gjatë vitit 2025, Policia e Shtetit ka marrë 5707 raporte, që përkthehet në një mesatare prej rreth 475 raportesh në muaj, ndërkaq vetëm gjatë janarit të vitit 2026 janë administruar 655 raporte, duke treguar një rritje të ndjeshme dhe të frikshme të fenomenit. Në këtë kuadër, Policia e Shtetit apelon për prindërit që të monitorojnë dhe të jenë të vëmendshëm ndaj aktivitetit online të fëmijëve të tyre, të komunikojnë hapur me ta mbi rreziqet e internetit dhe rëndësinë e mbrojtjes së dhënave personale, të përdorin mjete kontrolli dhe masa sigurie në pajisjet elektronike. Njëkohësisht apelohet që prindërit dhe çdo qytetar të ruajë privatësinë dhe intimitetin e fëmijëve të mitur, duke mos shpërndarë apo ripostuar materiale të papërshtatshme. Këto përmbajtje identifikohen nga kjo qendër përmes teknologjive të specializuara dhe të dhënat e poseduesve apo të shpërndarësve të tyre, i referohen Policisë së Shtetit për ndjekjet më teshme ligjore. Mbrojtja e fëmijëve në hapësirën digjitale është përgjegjësi e përbashkët, vetëm nëpërmjet bashkëpunimit ndërmjet institucioneve, prindërve dhe komunitetit mund të garantojmë një përdorim më të sigurt të internetit për çdo fëmijë, e mbyll apelin e saj Policia e Shtetit.